Përshëndetje të dashur teleshikues, po fillojmë lajmet në televizionin 4+ duke ju uruar gëzuar festën e Kurban Bajramit. Sot Kurban Bajrami u festua në Lushnjë me qindra besimtar musliman që falën namazin në sheshin qendror të qytetit dhe më pas uruan njëri tjetrin për paqe, mirëqenie dhe harmoni në familje. Besimtarët musliman festojnë sot Kurban Bajrami në të gjithë vendin. Në Lushnjë, qindra besimtar u mlodhën që në orët e para të mëngjesit në sheshin qendror të qytetit për të falur namazin e kësaj feste të shenjtë, ceremoni që u drejtua nga imami Alban Puka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Në çdo zemër e shtëpi duhet të hyjë gëzimi, doraja e solidaritetit dhe përkrahjes për festën e Kurbanit. Kjo festë është festa e ngjalljes së shpresës dhe e optimizmit për të vazhduar me këmbgulje e besnikëri ndaj Zotit të gjithësisë, tha në fjalën e tij Muftiu Gramoz Bliku. Kjo festë e cila nënkupton sakrificën e gjithçkaje për të arritur dashurinë e Allahut Azza wa Jall. Është kjo festë që u sakrifikua çdo gjë për të arritur dashurinë e tij. Është kjo festë ku dashuria për jetën mori kuptim. Festa e Kurban Bajramit është krenaria jonë. Ashtu si që jemi plot krenari në të shesh, në të cilin e madhërojmë të madhin Zot dhe e lartësojmë ata. Vëllezër të nderuar, respektoni njëri tjetrin, duajeni njëri tjetrin, mbajeni lidhjet farefisnore, lusë të madhin Zot për më shumë paqe në botë. Lusë të madhin Zot për shumë paqe, veçanërisht në Palestinë. O Zot i madh, jepu atyre paqe, largoja zullumqarin nga vatrat e tyre. Lusë të madhin Zot për shumë begati në këtë vend dhe drejtësi. Lusë të madhin Zot për më shumë harmoni midis vetit. Lusë të madhin Zot që ta bekoj këtë vend, ta nderoj rinin ton, të punoj në këtë vend, e ardhmja është këtu. Gëzuar për shumë vjet Kurban Bajrami, Zoti e pas të bë këtë ditë paqe për të gjithë. Besimtarët kryen ritin e faljes dhe shkëmbyen urime për paqe, mirëqenie dhe harmoni në familje. Sipas besimit musliman, Kurban Bajrami simbolizon sakrificën për kushtimin dhe gatishmërinë për të bërë mirësi në emër të Zotit. Krahas anës shpirtërore, kjo festë përcjell edhe mesazhin e ndihmës dhe mbështetjes për familjet në nevojë, ku përfshihet edhe ndarja e mishit nga therrja e Kurbanit mes familjarëve, miqve dhe njerëzve në nevojë në shenjë solidariteti dhe bashkimi. Politika gjithashtu ka uruar besimtarët musliman lushnjar për Kurban Bajramin, duke përcjell mesazhe paqeje, mirënjohje dhe bashkimi mes qytetarëve. Përfaqësues të politikës vendore dhe qendrore vizituan sot xhaminë e Lushnjës për të uruar besimtarët musliman me rastin e Kurban Bajramit. Kryetarja e Bashkisë Riselda Sefa e shoqëruar nga deputetët e Partisë Socialiste përcolli urimet për festën, duke theksuar rëndësinë e solidaritetit, paqes dhe bashkëtesës dhe shprehu mirënjohjen për komunitetin musliman lushnjar. Në këtë ditë të shënuar të Kurban Bajramit, dua të përcjell urimet më të mira për çdo qytetar të Lushnjës, paqe, begati, shëndet dhe harmoni të kenë në familjet e tyre. Kjo ditë e shënuar është një ditë e cila tregon edhe elementet dhe vlerat më të rëndësishme të shoqërisë, solidaritetin, sakrificën, mirëkuptimin dhe dashurinë për njëri tjetrin. Me këtë vizitë që jemi sot në xhami, dua t'i shpreh mirënjohjen Muftiut për
të gjithë komunitetit musliman, për gjithë kontributin që ata japin çdo ditë për shoqërinë lushnjare, për harmoninë, por patjetër edhe për bashkimin midis njëri tjetrit. Gëzuar Kurban Bajramin gjithë qytetarëve të Lushnjës. Urimeve ju bashkua edhe deputeti Sajmir Korreshi, i cili theksoi rëndësinë e paqes dhe harmonisë mes qytetarëve. Siç pama të qesh ku kishet majtë të djathtë, një mënyrë paqësore, një mënyrë, që të them, aq të bukur, në atë shesh mbushur plot për plot, me bekimin e Zotit, me Allahut madhërisëm, unë shpresoj që për te politikës njerëzit të gjejnë dëshiri të shikojnë njerëzit si kulak dhe komunist, por ky qytet ka nevojë për të me pa njëri tjetrin si lushnjar. Lushnja është e lushnjarëve, jo e patronazhistave dhe jo e ballistave të mëra, po është një lushnjë që i përket çdo njerit prej ne, që realisht nuk duhet me parë njeriu si sot që ishim këtu në xhami, që ishte edhe i kishës katolike, profesuesi i kishës katolike që uroj, unë mendoj që gjë më të bukur nuk ka. Kështu që kjo paqe duhet mizërojë në gjithë zyrat e shtetit. Ky përfaqësim duhet të jetë te gjithë ata që vinë me i parë lushnjarët, si lushnjarë me shërbyer madh të vogël. Që uroj gjithë secilit mbarësinë në familjet e tyre dhe Zoti u dhënë bekati dhe mirësi në çdo familje. Urime për më shumë dashuri, harmoni dhe mirëkuptim ndau edhe kryetari i grupit të opozitës në Këshillin Bashkiak, Klement Çela. Festat në tërësi dhe Kurban Bajrami në veçanti ka vlerë kur vlerat e tyre transmetohen dhe kthehen në veprim. Kështu që nëpërmjet kësaj feste, kësaj dite të shënuar, Kurban Bajramit, ftoj çdo shqiptar, çdo qytetar, çdo lushnjar për më shumë dashuri, paqe dhe harmoni. Gëzuar Kurban Bajramin, mbarësia, mirësia mbi zotrof në çdo tryezë të çdo shqiptari dhe çdo lushnjari. Ndërkohë miftiu i Lushnjës, Gramos Bliku, falenderoi të gjithë vizitorët dhe uroi besimtarët lushnjar gëzuar festën e Kurban Bajramit. Zoti krijuesi i gjithësisë, pas të pranuar prej tyre adhurimet, sakrificat dhe bekime dhe mirësia Allahut Azza wa Jall qoftë mbi çdo familje lushnjare, por jo vetëm, gëzuar për shumë vjet festën e Kurban Bajramit. Vizitat në ambientet e xhamis vijuan gjatë gjithë paradites edhe nga përfaqësues të komuniteteve të tjera fetare, si dhe nga qytetarë të shumtë. Kurban Bajrami festohet edhe në Fier. Pas faljes së namazit, besimtarët shkëmbyen mesazhet e dashurisë vëllazërore e të mirëqenies. Qindra besimtar musliman në Fier kanë falur në orët e para të mëngjesit të kësaj të mërkure namazin e Kurban Bajramit në sheshin qendror të qytetit. Riti të faljes i ka paraprir me fjalën e tij kreu i Miftinis, Mikele Hazizolli, i cili ka theksuar se Kurban Bajrami është një ndër festat më të rëndësishme të besimit islam që simbolizon sakrificën, solidaritetin dhe ndërgjegjësimin shpirtëror. Kurban Bajrami është dita kur ne shërojmë lagët që i kemi shkaktuar njëri tjetrit në buzëqeshje, gëzim e paqe. Festa e Kurban Bajramit është e lidhur ngushtë me kushtin e 5 të Islamit, haxhi. Në këtë ditë feste le të shpalosin të gjitha vlerat njerëzore, edukative dhe shpirtërore të haxhit, dhe për gjithë botën është një tablo aq e përshpishme, aq e bukur kur shehme miliona njerëz që madhërojnë vetëm Zotin e gjithësisë dhe me ihramin e tyre i tregojnë njerëzimit që njeriu është qenie e dobët, është qenie e vdekshme dhe një ditë ashtu siç janë grumbulluar do të grumbullohen në ditën e mahsherit, prandaj njeriu largohet nga kjo botë me besimin, me veprat e tij dhe vetëm me qefinin që simbolizon pra edhe ihramin. Kurban Bajrami është simbol i heroizmit, i sakrificës dhe i sinqeritetit, devotshmërisë dhe përkushtimit ndaj Zotit. Në Kur'anin famlar Allahu i madhëruar na mëson që tek ai nuk arrin as mishi dhe as gjaku i kurbanit, por përkushtimi ynë që kemi për të. Pra kurbani është një mjet që na afron më së shumti me Zotin e botë dhe krijuesin e çdo gjëje. Dhe duke ndarë mishin e kurbanit me njerëzit në nevojë, ne jemi më afër përqimit të tij. Besimi i palëkundur në Allahun. Ibrahim a.s. jetoi në një shoqëri të mbushur me idhujtari, por zemra e tij ishte e lidhur vetëm me Allahun. Ai nuk ju mashtrua shumicës, nuk u mashtrua nga traditat e kota dhe nuk pati frikë nga njerëzit. Edhe kur e hodhe në zjarr, ai nuk u lëkund në besim, sepse zemra që njeh Allahun nuk thyhet nga sprova.
Sot kemi nevojë pikërisht për këtë besim. Besim në kohë të vështira. Besim që nuk ndryshon sipas interesit dhe besim që i ruan vlerat e tij universale në çdo moment të jetës. Ashtu si çdo vit, besimtarët kanë kryer ritin e faljes dhe kanë shkëmbyer mesazhet e dashurisë vëllazërore të mirëqenies në çdo familje. Sipas zakonit, në këtë ditë të rëndësishme për muslimanët, besimtarët kanë prerë kurban e një pjesë ua kanë shpërndar njerëzve në nevojë. Nga viti në vit, kjo festë në Fier po bëhet edhe më masive, pasi çdo ditë më shumë besimtar të gjitha grup moshave po i bashkohen besimit islam. Shqipëria mori pjesë në konferencën e 8 ndërqeveritare në Bruksel, ku vlerësuan reformat dhe progresi për në Bashkimin Evropian. Në Bruksel u zhvillua të martën konferenca e 8 ndërqeveritare mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian me delegacionin shqiptar të drejtuar nga kryeministri Edi Rama. Gjatë konferencës së përbashkët për shtyp, komisionerja për zgjerimin e BE-s Marta Kos vlerësoi ecurinë e reformave në Shqipëri, duke theksuar se vendi ka bërë hapa të rëndësishme në procesin e integrimit evropian. Ajo nënvizoi gjithashtu mbështetjen për objektivin e Shqipërisë për mbylljen e negociatave deri në vitin 2027. Ky është një themel i fortë për të punuar mbi të, duke arritur këtë gur kilometri kyç, sot ne po vendosim me vetbesim edhe termat e rrugtimit përfundimtar drejt antarësimit në BE-s. Sot kemi vendosur objektivat e fundit. Shtetet anëtare kanë përcaktuar piketat mbyllëse për kapitujt më të rëndësishëm, për shtetin e së drejtës dhe të drejtat e themelore, për sistemin e drejtësisë, antikorrupsionin dhe luftën kundër krimit të organizuar. Arritja sot me çel një fazë të re të bisedimeve të zgjerimit dhe bën të mundur për Shqipërinë të ecë përpara drejt mbylljes së kapitujve. Pra pa hapin e sotëm, mbyllja e kapitujve nuk do të ishte as pak e mundur në të gjitha fushat e politikave. Nga ana e tij, kryeministri Edi Rama u shpreh se procesi i integrimit po shoqërohet me përgjegjësi të shtuar dhe reforma të vazhdueshme. Ai shtoi se procesi i integrimit po merr vëmendje të shtuar edhe në debatet evropiane, ndërsa theksoi rëndësinë e mosndarjes së vendeve kandidate nga ky proces. Në lidhje me çështjet e zgjerimit përfaqësues të institucioneve evropiane, u shprehën se ideja ende nuk është diskutuar zyrtarisht nga të gjitha shtetet anëtare, por theksuan se zgjerimi mbetet një prioritet strategjik i Bashkimit Evropian. Një 68 vjeçar është gjetur i pajet mëngjesin e sotëm pranë rrugës që lidh fshatrat Rodostin e Vadis në Fier. Sipas policisë, dyshohet për shkaqe natyrale. Një ngjarje e rëndë është regjistruar mëngjesin e sotëm në Fier, ku një 68 vjeçar është gjetur i pajet pranë rrugës që lidh fshatrat Rodostin dhe Vadis. Sipas informacioneve paraprake, viktima është konstatuar nga banorët e zonës dhe dyshohet fillimisht se ka humbur jetën për shkaqe natyrale, pasi në trup nuk janë konstatuar shenja dhune. Menjëherë në vendngjarje kanë bërritur forcat e policisë rreth orës 5:30 të mëngjesit të sotëm pas telefonatës së familjarëve dhe kanë rrethuar zonën duke kryer veprimet e para hetimore. Trupi i pajet është transportuar drejt morgut, ku do t'i nënshtrohet ekspertizës mjeko-ligjore për përcaktimin e saktë të shkakut të vdekjes. Ndërkohë grupi hetimor po merr deklarime nga familjarët për të sqaruar orët e fundit të lëvizjes së viktimës, gjendjen shëndetësore dhe nëse ka konflikte medike. Autoritetet pritet të japin një njoftim zyrtar në vijim pas përfundimit të hetimeve paraprake dhe ekspertizës mjeko-ligjore. Besimtarët muslimanë në Kosovë kremtojnë Kurban Bajramin me thirrje për paqe dhe solidaritet. Në një atmosferë festive dhe me pjesëmarrje të madhe, besimtarët muslimanë në Kosovë u mblodhën orët e pare të mëngjesit për faljen e namazit të Kurban Bajramit. Oborret e xhamive në shumë qytete ishin të mbushura me besimtar, të cilët kremtuan një nga festat më të rëndësishme islame duke përcjellë mesazhe paqeje, solidariteti dhe afrimiteti mes njerëzve. Muftiu i Kosovës Naim Tërnava, nga xhamia e madhe në Prishtinë ku mori pjesë, dha mesazhin për më shumë unitet, paqe dhe përgjegjësi nga të gjitha forcat politike. Vendi ka nevojë për stabilitetin ekonomik dhe politik, edhe për institucione funksionale dhe përgjegjësi shtetërore. Fatkeqësisht, interesat e ngushta grupore dhe përplasjet e pafundme politike të partive tona kanë lodhur qytetarët tonë dhe kanë krijuar pasiguri për të ardhmen. Mbajtja e zgjedhjeve të mirëpasnjeshme, mungesa e unitetit institucional dhe polarizimi politik nuk i shërbejnë Kosovës, por
përdopsojnë besimin qytetar dhe zbejnë shpresën e brezit të ri. Nuk mund të ketë interes më të madh se interesi advert. Nuk mund të ketë ambicie personale apo partijake mbi fatin e Kosovës. Prandaj faktori politik duhet të vetëdijsohet se stabiliteti i shtetit, mirëqenie e qytetarëve dhe ardhmja e rinisë janë përgjegjësi historike që kërkojnë maturinë, urtësi dhe vizion kombëtar. Pas faljes së namazit, qytetarët apeluan për ndihmë ndaj shtresave në nevojë dhe për forcimin e lidhjeve familjare shoqërore. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni edhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashk mirupafshim.